Një tjetër incident të shënuar këtë të premte në institucionet e drejtësisë në Vlorë, pas prokurorisë një ditë më parë, duket se radhën kësaj here e ka patur gjykata. Një avokat ka kundërshtuar punonjësen e sigurisë së gjykatës, në një kohë që gjyqet janë pezulluar për shkak të solidaritetit me gjyqtarin Endier Kalaja. Avokati mësohet se ka kërkuar të hynte në ambientin e gjykatës këtë të premte, por punonjësia e sigurisë po zbatonte urdhrin e dhënë në lidhje me kontrollet. Avokati, siç mësohet, do të shkonte në sekretari, por punonjësia e sigurisë i kërkoi që t'i nënshtrojë kontrollit. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora pak pasi kishte ndodhur incidenti. Avokati e ka kundërshtuar punonjësen e sigurisë duke mos pranuar kontrollin, këtu lindi edhe debati mes tyre. Megjithatë, pas njoftimit ka mbritur me njëherë policia që shoqëroi në polici avokatin. Vetëm pak minuta përpara kësaj ngjarje, një tjetër është shënuar në Tiranë. Një person është shoqëruar nga policia e Tiranës pasi kërcënoi punonjësin e sigurisë të gjykatës së apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Gentian Mali ka qenë duke pritur punonjësin e sigurisë, i cili duhet i ushtronte kontroll që të futej brenda në ambientin e gjykatës. Por Mali është nervozuar nga pritja dhe mësohet se ka pasur një debat verbal me punonjësin e sigurisë. Ai kërkonte të futej në ambientin e gjykatës për të marrë informacion për një gjyq që kishte i vëllai i tij. Duke qenë se punonjësi i sigurisë nuk ishte aty në momentin që Mali duhet kalonte detektorin, ai është nervozuar, duke pretenduar se po vonoi dhe këtu ka lindur edhe konflikti. Në momentin kur punonjësi i sigurisë mbriti për kontrollin, ka nisur debati, çka ka bërë që të dy të shoqërohen nga policia e Tiranës. Ngjarja vjen pas vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit më datën 6 tetor, ndërsa kjo ngjarje ngjalli dhe debat se kush duhet ta garantojë sigurinë në gjykata apo institucione të tjera të drejtësisë.